Plisi është kapeli autoktone që i ka përcjellë shqiptarët që nga koha pellazgo ilire e gjerë në ditët tona. Plisi, apo siç njihet në popull edhe me emra të tjerë si qeleshe, kësul, qylaf, është quajtur kështu varësisht prej origjinioneve shqiptare. Së bashku me gjuhën dhe traditat tona, plisi është një simbol i identitetit kombëtar, të cilët shqiptarët e kanë ruajtur me xhelozi dhe krenari. Se plisi e dëshmon më së miri për ardhjen tonë, këtë na e tregon historiani Muhamet Rugova. Sipas dokumenteve arkivave që dhe sot ruhen në muze të ndryshme të botës, plisi është përdorur ndoshta 2000 vjet para erës tonë, ku edhe Zeusi që ishte zoti i Olimpit na paraqitet në fotografi dhe skulptura me plis në kokë, po ashtu dhe Akili paraqitet me plisi në kokë. Edhe Odiseu apo Afrodita kanë një plis në kokë. Plisi për ne shqiptarët ka rëndësi të veçantë pasi paraqet identitetin tonë kombëtar dhe autoktonin tonë në trojet ku jetojmë, deklaron Muhamet Rugova. Ai thotë se përdorimi i plisit ka qenë i domosdoshëm për të gjithë meshkujt, duke filluar nga mosha e hershme e djalorisë, madje ata që nuk e përdornin plisin u quajtën njerëz pa vlerë. Plisi përpara ka qenë një rekuizë e domosdoshme për çdo mashkull, prej moshës rinore deri në shkuarje nga kjo jetë. Njeriu kur ka dalë pa plis në kokë, ka qenë i turpëruar. Njeriu për të pasur dinjitet është dashur të ketë plisin në kokë, tregon më tej Muhamet Rugova. Plisi e mori emrin kështu nga se krijoi prej leshit të deleve të bardha, në forma të ndryshme që bëjnë pjesë të veshjeve tradicionale shqiptare. Karakteristik ka qenë në rafshin e Dukagjinit dhe Shqipërinë Veriore, ku janë përdorur plisa të rrumbullak. Nga Dibra dhe Tirana nga lart kanë qenë të rafshuar, ndërsa në Shqipërinë e Jugut kanë qenë pak më të zgjatur dhe me maj lart që dhe sot i mbajnë ansamble. Kryesisht ka qenë nga leshi i dhëmbëve, vijon më tej historiani. Plisi i shqiptarëve të Veriut ka formën e rrumbullak pa ndonjë shtesë tjetër, ku një të tillë po e bën dhe Afrimblata, qelesh punues mbi 45 vite të trashëguar nga Jati. Këtë profesion e ushtroi mbi 45 vite. E kemi trashëgimi nga babai, bashkë me vëllezërit, por tashmë jemi shpërndar dhe unë kam mbetur i vetëm në këtë zeje, thot Lata. Ai thot se përkundër faktit që ka mbetur i vetëm, do të punoj këtë zanat deri në vdekje, dhe pse procedurat e punimit të plisit është shumë i gjatë. Është i vështirë si zanat, pasi ka 16 operacione, duhet të punohet në mënyrë zinxhirore nga 2 a 3 a 4 persona dhe të punosh vetëm është shumë e vështirë, por unë do mundohem ta mbaj me mundësitë e mia, derisa të jem gjatë rrëfet Afrimblata. Plisi përveç përdorimit praktik, si mbrojtja nga të ftohtë, tuhit, shiu dhe djedhi i fortë, simbolizon dhe shpreh krenarinë kombëtare, qëndresën, mos nënshtrimin ndaj pushtuesve të shumtë, pastërtinë morale, ndershmërinë e popullit tonë. Plisi është nga ato simbole që identifikon shqiptarin në një turm njerëz që nga largësia ende pa pasur mundësi që të këmbesh një fjalë me të.